Dje në ora 1:10 pas mesnate në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 48 vjeçare nga fshati Cerov ka raportuar se me datë 9 prill rreth orës 23:30 në rrugën Ilindenska në Tetov, djali i saj i mitur dhe shoku i tij janë sulmuar fizikisht nga 3 persona. Me që rast, shoku i tij në përpjekje për tu vetëmbrojtur ka pësuar lëndim në dorë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 9:45 në rrugën Jane Sandanski në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga fshati Qellopek, pasi drejtonte veturën BMW me targa të Tetovës pa patent shoferi, me çka ka kryer vepër penale sipas nenit 297A të kodit penal. Automjeti është sekuestruar. Dje në orën 13:30 në stacionin policor në Grupçin, një 58 vjeçare nga fshati Zhelin e Tetovës ka raportuar se në fshat, pas një debati të shkurtër, ka ndodhur një përleshje fizike, pas të cilës janë drejtuar për në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Të dy janë privuar nga liria dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 14 në rrugën Gjorgje Petrov në Tetov, punonjësit policor kanë privuar nga liria një të mitur 16 vjeçar nga Tetova, i cili drejtonte një motociklet pa pasur leje. Në prani të prindit dhe avokatit, me të miturin është kryer bisedë zyrtare në ambientet e sektorit për punë të brendshme Tetov. Motocikleta është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 18 në stacionin policor të Gostivarit, një 48 vjeçar nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 17:40 në ambientet e një kompanie taksish në Gostivar është sulmuar fizikisht nga kolegu i tij. Më vonë në ora 19:20, kolegu është privuar nga liria dhe është ndaluar në stacionin policor. Dje në ora 20:30 në rrugën rajonale Tetov-Zhinc, afër fshatit Leshk, punonjësit policor kanë ndaluar veturën Audi me targa të Shkupit, e drejtuar nga një 15 vjeçar nga fshati Pallatic. Gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur mbetje të marihuanës, pas të cilës i mituri dhe 3 bashkëudhëtar 20 vjeçar të gjithë nga fshati Slatin janë privuar nga liria. Është gjetur dhe sekuestruar një boks metalik. Automjeti është sekuestruar përkohësisht për procedurë të mëtejshme. Dje punonjësit policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 38 vjeçar në Gostivar. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij dhe në një objekt hotelerik të kryer me urdhër gjyqësor, janë gjetur dhe sekuestruar disa paketime me marihuanë dhe një lëndë pluhur e bardhë, ndërsa në objektin hotelerik është gjetur marihuanë. Gjithashtu sot në orën 2 të mëngjesit, punonjësit policor nga stacioni policor i Qegranit kanë privuar nga liria një 57 vjeçar nga fshati Forin e Gostivarit. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij janë gjetur dhe sekuestruar një lëndë pluhur e bardhë dhe një lëndë e bardhë e ngurtë. Të dy janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje në ora 22 në rrugën jashtë Vardarit në Tetov, punonjësit policor kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga fshati Rogle. Ai dyshohet se rreth orës 19 në një parking në Tetov me një vetur Volkswagen Golf ka goditur qëllimisht djalin e mitur të një 52 vjeçari nga fshati Dëbërc. Dje në ora 22 në rrugën lokale drejt fshatit Kamjan, punonjësit policor nga stacioni policor i Kamjanit kanë ndaluar veturën Golf me targa të Tetovës, të drejtuar nga një 19 vjeçar nga fshati Ozormisht, i cili nuk posedonte patent shoferi. Gjatë kontrollit në bagazhin e automjetit është gjetur një qen i lënduar i racës Pitbull, për të cilin personat në automjet kanë deklaruar se është lënduar gjatë ndeshjeve me qen në fshatin Kamjan. Së bashku me shoferin janë privuar nga liria dhe 2 bashkëudhëtar 17 vjeçar nga fshati Zhelin. Është njoftuar inspektori veteriner dhe po merren masa për trajtimin e duhur të kafshës dhe dokumentimin e rastit, ndërsa ata së bashku me automjetin janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.